Për sa i përket pyetjes se si mund të menaxhohet pushteti i mirë në një vend apo konkretisht në vendin tonë, është ai apo jo që udhëheq të zotëron pushtetin, duke mos i futur tuar në krim të organizuar të korrupsion, ndërsa të tjerat të marrin domethënien në vendosmërisë për të vënë në veprim vullnetin e popullit i cili ta ka dhënë besimin. Si çdo vend demokratike dhe Kosova ka kushtetutën dhe ligjet e veta përmes së cilës bëhet petimi në zbatimin e këtyre ligjeve. Dhe kjo formë juridike lidh njeriun kur ai bën një pokim ose merr përsipër për të kryer punën e vet të caktuar, dhe për ligjit i petuar i e shpall haptas se do t'i shërbejë vendit të popullit pa anime. Me çfarë ndodh në Kosovë sikur bëhet një praktike pandalshme e pushteteve që nuk ndjekin dhe përfjellën rrugët ligjore që burojnë nga kushtetuta e vendit, por me një mënyrë politike konceptohet si një lojë e thjeshtë interesave klanore e partijake dhe në shërbim të njerëzve të caktuar që u shkon për shtat i interesave të tyre. Në këtë mënyrë krijohet një bindje se Kosova përsa ka përballë sfida të shumta që po i shkakton politika e Serbisë përmes kriminalëve serb në veri, po ashtu dhe përpjekje dhe angazhimi në ndërtimin e zhvillimit të shtetit ekonomik dhe në anën tjetër dalin probleme të shturura nga përplasjet e partive politike me forma të sjelljes të tyre që çojnë drejt një mosbesimi të lidershipit të vet, duke zhgënjur popullin e këtij vendi me menaxhime të dobta drejtuese. Kjo tregon mundësinë atyre që pushtetin e konsiderojnë si mekanizëm autonom që prodhon gjithçka në favor të tyre dhe vota e qytetarëve shfrytëzohet sa herë që kanë nevojë për ta ngritur dhe fuqizuar pushtetin e tillë, dhe të njëjtit janë të gatshëm për ta keq përdorur në mënyrë të vazhdueshme sipas ëndjeve dhe dëshirave të këtyre klaneve dhe grupeve të caktuara. Nuk është vështirë të analizohet dhe bësh një krahasim me pushtetin fillestar të këtij vendi të cilin e menaxhoi Hashim Thaçi si kryeministër, që e kishte të vështirë fillimin duke marrë parasysh gjendjen dhe konsolidimin e shtetit, por do të ishte edhe më vështirë kur t'i pare këtij pushteti u kthye në të kundërtën e asaj që do të shërbente këtij populli dhe vendi, i zhytur në krime të organizuara dhe korrupsion. Kjo nuk do të thotë se në këto rrethana populli i këtij vendi do i mbyllte sytë dhe ka gjëra sekrete për vetes të paspuluara kur vetë ky populli përjeton dhe i vuan këto pasoja në përditshmëri, dukur i qofshndruar në një kulturë të njëjtë politike që bëhet gjithnjë më e dheksuar në kohën e menaxhimit të Isa Mustafës së kryeministër, i cili sikur do të krijonte reforma të tjera të sistemeve dhe koncepteve pushtetare, por format e tilla i sjellën vetëm atij dhe klanit të tij përfitime, që u bën fatalitet dhe një sprovë e rëndë dhe e vazhdueshme për këtë popull. Kosova nuk e kishte lehtë rregullimin dhe rindërtimin e shtetit të vet në kohën e pas luftës dhe të ndodh një ndryshim i rëndësishëm i vendit të shkatruar, dhe për rritjen e mundësive të reja në mëkëmbjen dhe zhvillimin e shtetit të ri kërkoi një lloj modeli cilësor dhe parimor që krijon tiparin e një dukurie që quhet kulturë dhe nuk kupton kulturë pune, por edhe kulturë politike përmes të cilave të shprehen dhe kyçen burimet e ekzistencës dhe qenjes njerëzore në vendin tonë. Padyshim se ushtrimi i pushtetit mundsohet edhe fal shkallësisë së menaxhuesit dhe në çmë mënyrë përjeton ai përgjegjësinë e vet, dhe kjo përgjegjësi ndikon në veprimtarinë atyre që udhëheqin jetën politike dhe ndin për çfarë bëhet fjalë. E njëjtë është edhe me pushtetin e Ramush Haradinajt, i cili për një kohë të shkurtër si kryeministër lë përshtypje të rënda dhe të pariparueshme në veçanti me faljen e qindra hektarëve tokë mali të zi. Kosova kishte mundësi që të mbështetet dhe të harmonizohet me vendet perëndimore për të ndërtuar shtetin e vet me një kulturë të mirëfillt të punës dhe kulturës politike, për të shkëputur nga varësia e kulturës së pushtuesit nëpër të cilin rriaste gjithçka sipas ligjeve supreme, të cilat i diktonte qendra apo sipas një koncepti jo demokratik dhe jo parimor në kuptimin e barazisë nacionale. Druaj se përgjigja pyetjes në këtë artikull do të tingëllonte shumë si shqetësuese dhe sikur tikullna i krijohet përshtypja se për çfarë bëhet fjalë dhe sikur nuk duam të shikojmë gjërat në realitet dhe këto gjëra duhet të lëmë në mëshirën e fatit tonë, edhe atëherë kur rreziqet na rrethojnë në forma të ndryshme, por për fat të mirë në vendin tonë ka njerëz dhe elit politike intelektuale dhe të sinqertë që janë të gatshëm pa një lloj interesi personal dhe partijak, që e mbështesin shpresën dhe të ardhmen e këtij populli, siç është kryeministri Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe të tjerë. Politika në Kosovë nuk duhet të konceptohet si një lojë e thjeshtë intrigave dhe pushteteve, dhe vazhdon kështu pa u ndalur me një konceptim të gabuar duke rënë në konflikt me vetveten, edhe nëse i referohemi kushtetutës për çdo ditë që të trajtojmë të një kënd të arkitekturës së saj që ne nuk na përshtatet. Cilat pushtete u menaxhuan më mirë deri më tani në Kosovën e pas luftës, apo cilat ndër vlera
koha e tyre pretendonte se I ka udhëhequr dhe menaxhuar kundër territ të hamendësuar ndaj këtij populli. Amosvall, krimet, korrupsioni, gënjeshtrat, shantazhet, montimet, fyerjet e të tjera ndaj njëri tjetrit I shërbejnë këtij populli dhe vendi.